SPAK ka kërkuar 39 vite burg në total për 7 të pandehurit të përfshirë në aferën e njohur si dosja 5D, ndërto 3 ish-drejtor të Bashkisë së Tiranës. Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin me 11 vite burg për ish-drejtorin e ujësjellësit Redi Molla, i akuzuar për korrupsion pasiv në disa tendera për rikonstruksionin e depove të ujësjellësit, për rikonstruksion të 4 linjave të transmetimit, si dhe për refuzim të deklarimit të pasurisë për vitet 2019-2022. 9 vite burg janë kërkuar për ish-kryeinspektorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Maringlen Qato dhe 4 vite burg janë kërkuar për ish-drejtorin e planifikimit të punëve publike Taulant Tushe. Kompania 5D Construction u themelua me 21 janar të vitit 2016 dhe kjo kompani arriti që në vitin e parë të veprimtarisë së saj të ketë sukses ekonomik. Në kërkesën e prokurorëve të SPAK, përfshihet dhe sekuestrimi preventiv i pasurive të kompanisë 5D Construction, me argumentin se të ardhurat dyshohet se janë përfituar në mënyrë të paligjshme. Çështja 5D ka ekspozuar një rrjet të përbërë nga ish-drejtorë të institucioneve publike, pjesëtar të komisioneve të tenderave dhe përfitues dyshim të kontrata shtetërore. Sipas SPAK, kompania 5D Construction ka marrë pjesë në tendera të organizuar nga UKT, Bashkia Tiranë, Tirana Parking dhe Klubi Sportiv Tirana, duke përfituar favorizime nga të pandehurit që ushtronin funksione publike.